Të përndjekurit e Shkodrës mbeten skeptik për dëmshpërblimet e premtuara dhe që vit pas viti u janë vonuar. Kryetari i shoqatës së kësaj shtrese në Shkodër bën fajtore Partinë Demokratike për vonesën 27 vjeçare të dhënjes së dëmshpërblimeve. Ai thosë se në 8 vite qeverisje të PD-s, parti që është mbështetur nga ish të përndjekurit, janë shpërndar vetëm 2 këste. Te ne s'ka pas vullnet politik nga gjitha palët, po unë kryesisht, si me thonë, fajtore baj njëtë parti që këna mështet fuqishëm dhe gjena kënë krahi djathë i saj, si shka kënë Partia Demokratike, se në aty pat me shpresat ata, gjë për të cilin ata nuk e zbatun këtë për ne. Pra dhe më thonë, për 8 vite që kënë pushtet Partia Demokratike, dha 2 kiste. Dhe kistin e dytë dha si rezultat i djegje se shokur ton Lirak Beko, që e përshmun, e përfolin, ban vakabon të rrugaq, pra për një drejt të tijen që do të dëmë shpërblimin. Kje presion i nërkomtarve që në dha kisti dytë atëherë nga Zoti Sali Berisha. Ndërkohë sipas Drangut, me këtë ritëm të ndarjes së dëmshpërblimeve, vonesa do të ketë përsëri, ashtu siç ka ndodhur që pas viteve 90. Me sa shafun me gjasa, nuk mendoj se do shpërndarën, do njeken vitet të tjera, si që edhe vitin e kalum, që ishte për 3.000 vetë për me marrë kistin e dytë, gjanë që së ba mujtën kur, dhe njëta 3.000 vetë vazhdojnë edhe këtë vit, nuk e di këtë vit, ato marrën. Së fundmi, për rreth 300 ish të përndjekur në shkallëvendi është bllokuar ndarja dëmshpërblimit për kategorinë parsorë me pretendimin se kanë mungesë dokumentacioni. Këtë pretendim shoqata e ka hedhur poshtë duke thënë se të bëhet qëllimisht për të bllokuar shpërndarjen e masës së dëmshpërblimit.